parë ku ishim me Salvator Kaçajn dhe Genti Kame. Salvator Kaçaj kandidati i Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe Genti Kame nis më studia Shqipëria bëhet, por në Gjirokasë, të dy në listat e hapura. Ndërkohë pjesën e parë kishim Mentor Kikin në studio dhe Redi Ramën, të dy analistë, Redi pak gazetar, por më shumë avokat. Ndërkohë që na janë bashkuar dy gazetarë në studio, Basir Çollaku dhe Klodiana Lala. Faleminderit që jeni në studio. Faleminderit. Basir Çollaku, drejtori i Shijak TV, kurse Klodiana Lala, autore në shënjesë këtu në News 24 dhe gazetare e papërtuar. Ta shaj hallin sinqerisht kur të shoh në mëngjes që raporton nga Spaku, vjen bën kronikat këtu dhe pastaj në darkët shoh në studiot e kolegëve. Kështu që unë të vlerësoj shumë që erdhe. Tani, kam një gjë që sinqerisht më ka ngacmuar që kur ka ndalë lista dhe i kemi parë listat. Në lista ka njerëz se cilët dhe po përpiqem të jem metodologjik, metodist në ato që do them. Pra, si i përcaktojmë njerëzit që kanë lidhje me Spakun, ata që ose për të cilët është bërë pa di në Spak, ose që kanë shkuar dhe janë pyetur në Spak, ose për të cilët Spaku dhe gjykata kanë thënë që po, dakord, çështja e tyre duhet shkojnë gjykatë, sikur se ishte rasti i deputetit Perend Dreca i fundit fare, që ishte në hetim dhe çështja e tij do shkojë për gjykim. Po ta filloj po të ngacmoj pak Basir Çollaku nga ana e Partisë Demokratike, kemi njerëz të cilët janë në hetim, madje dhe në arrest me burg, Sali Berishën, Ilir Metën, Bars Pajin, Belin Këlliqin, që kanë shkuar, janë pyetur për çështje, Sali Berisha është me mas sigurie, Ilir Meta është në burg, por që janë në lista. Ndërkohë që nga Partia Socialiste kemi zotrin që e përmenda, kemi Olta Gjaçkën, kemi Klotilda Ferhatin, Bushkën, kemi Belinda Ballukun, Cenoklosin e plot të tjerë. Atëherë, nga anon më shumë peshorja. Po ti nxjerrim gjitha dosjet që janë në strukturën e progresit posaçme, peshorja do prishet. Do prishet. I bie një kamion majtas dhe një karrocë djathtas. Okej. Po flasim për formën. Pastaj përmbajtja ka histori të tjera në vetë. Çështja e dosjes së Berishës është një histori tashmë sa shqiptare që dhe jo e tillë. Për Belindin dhe Bars Pajin, unë nuk mund të quaj as dosje, domethënë një histori shkollimi që nuk ka as produktës, apo e Bars Pajis, që edhe vetë prokuroria nuk ka arritur të na ofrojë diçka dyshuese, lere më bindëse. Në anën tjetër dosje për cilët akuzohen një numër i konsiderueshëm të tyre që janë publik, flitet për dosje vërtet të rënda, nuk është ende i saktuar pozicionet që kanë emrat e përmendur nga ana juaj në raportin që kanë ata me policinë penale. Natyrisht po unë verej që në procesin, në lista, por njëkohësisht edhe në fushat zgjedhore, kur unë jam pjesë në qarkun e Dibrës, në emër të Partisë Demokratike, në listën e hapur, shoh që elementet dhe kontingjentet shtabet elektorale, të cilët janë në dosjet e Skajengës, në strukturën e posaçme, janë riaktivizuar, janë riangazhuar. Natyrisht do doja që të kishte një prani të shtuar të prokurorisë së posaçme në terren. Ata marrëveshjen e ka bërë. Një para se të shkojmë te kjo, të bëj një pyetje se më përmendë, po nuk doja të ndërprisja. Diploma the e Belind Këlliqit. Kjo është ajo për cilën ne e dim publikisht. Dakor. Të bëj një pyetje sepse nga Partia Demokratike dhe figura pranë saj po artikulohet shumë çështja e diplomës së Belinda Ballukut. Ku dallon diploma e Belindit nga diploma e Belindës? Nga çfarë kam lexuar së paku, nuk mund të them që kam informacione nga struktura e posaçme për hetim të kësaj gjëje. Tek njëra kam lexuar nëse e ka apo s'e ka, dhe jo ka mbaruar apo s'e ka mbaruar, dhe është e falsifikuar apo historia e diplomës së zotit Këlliqi ka të bëjë me unë kam familjarë të afërm që kanë mbaruar, nuk e kanë mbaruar arsimin në universitetet në Shqipëri, kanë marrë kredite në vitin e 3 dhe të 4 të pa mbyllur ciklin e parë, me ato kredite kanë shkuar në Shtetet Bashkuara, janë regjistruar në universitetet atje, kanë mbaruar ekselent, shkëlqyeshëm dhe janë poshtë Shtetet Bashkuara, konform procedurave ligjore që kërkon ai vend. Pra nuk e shoh si një të lash ligjor, por kam raste të njohura familjare në këtë rast. Më duket i ngjashëm në rasti i zotit Këlliqi, që nuk ka të bëjë me çështje falsifikimi. Rasti i zonës Ballukut, paktën nga ajo çfarë është publikuar deri tani, nuk mund të them se kam një dosje për të saktësuar nëse ajo ka shkollë mesme apo s'ka të larta në mënyra të kësaj natyre për të cilat është folur jo pak publikisht, do doja që të kishim ndoshta prokurorinë e posaçme apo prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm që kanë tagër për të hetuar dhe për të marrë në konsiderat faktin dhe për të thënë
opinionit publik një të vërtetë, sepse flasim për zëvendës kryeministër, flasim për një të rëndësishëm politik dhe qeveritar, dhe nëse jemi në këtë histori falsifikimi apo mungese të këtij dokumenti zyrtar, atëherë nuk është më thjesht komedi. A nuk është diçka më tepër. Pak e shpërpjestuar për një forcë politike si Partia Demokratike që ta shënjestroj gjithë diskutimin kur vjen fjalat për zonjën Balluku te diploma e ka si ka, ndërkohë që zonja Balluku duke qenë në atë pozicion që është, merr vendime që janë minimalisht të atakueshëm. Që nga tuneli i Llogaras po të doni, po marr akuzat tuaja, tek ato anijet agregatet energjisë. Agregatet energjisë në atash me korrupsion me 100 mijë ditë, nuk është pak. Tek lotet e Unazës madhe Tiranës që përmend zoti Berisha. Miliarda. Pra domethënë të përmendesh çështën e diplomës, kur zonja në fjalë bën punë dhe kur bën punë normalisht që të rregjësh. Jo, ne nuk ndoshta ne nuk i kemi kushtuar vëmendjen e dur kësaj historisë së shkollimit, ekziston, është false, nuk është false, është saktë apo jo, por në Kushtetutën e Shqipërisë parashikohet që antarët e Komisionit të Rivlerësimit të subjekteve të gjyqtarë dhe prokurorë, të këtyre komisioneve, sipas Kushtetutës, duhet të ishin juristë, të cilët ka sa kritere, një ndër të cilët është duhet kishin notën mesatare të edukimit të tyre, të shkollimit të tyre, 8 dhe lart. Është taksative, kanë shkruar vetë në Kushtetutë. Të paktën. Edhe në shkollat e rrjet që të bënin punë diplome, mos bënin provim formimi mesatare 8 e lart. Për të folur për atë të shkret diplomë. Ajo për të folur për atë diplomë, atë kriter Kushtetutës ligjor. Nëse nuk e ke, vetëm 5 raste kanë publikuar unë në festet e tyre, që e kanë nga 5.5 në 7.5. Kushti i mjaftueshëm për të mos qenë në detyrë, sipas Kushtetutës. Çfarë kanë bërë? I kanë toleruar. Dhe arsyeja kush është? Je shantazhuar në detyrë. Të vjen porosia, të vjen mesazhi nga. E ke fjalën porosi datën? Jo, nuk është porosi. Do thash KPK, KPA. KPA, Komisionit e Përvarur të Kualifikimit dhe të Apelimit. Tani pastaj u bën ushqimi AKU-ja, shkuan aty këtë detyrat e udhëheqjes së partisë, bën drejtori i qeverisë për shkak të besueshmërisë që kishin. Pra, nuk janë element të pakonsiderueshëm. Dhe duke pasur edhe gjëra të tjera, sepse jo pak prej tyre kanë pasur edhe padi penale, janë hetuar për fshehje pasuri, për mosdeklarimin dhe gjëra të kësaj natyre, atëherë duke u mbrojtur në një farë mënyre nga ata që të kanë çuar në atë detyrë, duket të paransishme ndoshta, por shkelje ligj, shkelje kushtetutës. Dhe ai mirëbërësi që të ka çuar jo juaj, pra në atë detyrë, por ta sjell porosin, për të bërë një çok një prokurori apo një gjyqtari, ka një hata të pafundme tek këto të vettingut, ti i gatshëm ti thua po, nuk i thuat dot jo. Dhe kjo diploma e zonjës, nëse saktësia ose mungesa e saktësisë së saj, atë për të duhet flasi vetë zëvendës kryeministri, mendoj, nuk është një detaj i paransishëm, por nëse mungon, ti e bërë zëvendës kryeministri me një telash të tillë, kush ka bërë këtë? Kush ka firmuar? Kush ka çuar detyrë? A ka një losje aty? Ai kuadri personale, çfarë i thon? Ky kryeministri ka marrë vesh gjë, ka parë haberte nga televizion, nga lajm për të parë pritë se kryeministri nuk ka dhënë 20 datë madhe vetëm me edukimin. Shiko, ka një gjë. Kjo historia e diplomës ka shoqëruar edhe Ron Veliajin dhe nuk është se e pengoi atë të kishte një karrierë politike dhe pra domethënë këtë lloj akuzash dhe zoti Veliaj e psoi nga ti të gjë. Megjithatë, nuk ka të bëjë me akuzën nëse ajo është apo jo e shkolluar, por nëse ekziston apo jo, është e vërtetë apo jo, dhe kjo është në raport me ligjin që duhet saktësuar, duhet një transparencë në detyra publike. Nëse do shkoj të shes stranguj, dhe s'kam diplomë, kjo është e parasyshme.